Po të ndalemi pak edhe tek teknologjia. Problemi më i madh që prindërit kanë në këtë kohë, e dim që është teknologjia, përdorimi i tabletëve shumë tek fëmijët. Si duhet t'ia bëjmë prindërit që t'i edukojnë fëmijët e tyre? Ndoshta edhe kjo mund të ndikojë në ngecjen e të folurit tek një fëmijë. Një faktor shumë i rëndësishëm i cili ndikon në ngecjen e zhvillimin e të folurit, në zhvillimin gjuhësor, është ekspozimi i tepërt ndaj teknologjive. Ne e dimë që një fëmijë i cili është në fazat e zhvillimit të tij gjuhësor duhet të ketë 0 kohë para ekraneve. Po flas në moshën 0 deri në 3 vjet, duhet të ketë 0 kohë para ekraneve, andaj prindërit në shumë raste bëjnë edhe për shembull ushqyerjen para ekraneve si mënyrë të mashtrimit fëmijës për të qenë më shumë i koncentruar për me hangër ushqim ose me refuzu me hangër ushqim, andaj duhet të bëhet largimi komplet i teknologjisë për arsye se ndikon në bllokimin e marrjeve të informacioneve nga jashtë. Fëmijët mësojnë duke dëgjuar nga jashtë, mësojnë duke qenë të ekspozuar ndaj situatave reale. Andaj nëse fëmia është i ekspozuar në situata reale, nuk është i fokusuar në ekrane, nuk është i fokusuar në diçka e cila mundet me dekoncentru siç është teknologjia, atëherë kërkohet që fëmia të jetë prezent në gjërat të cilat janë të vërteta, të mësoj sa më shumë. Telefoni, televizori, diçka të cilat janë shumë të shprehura kohët e sotme, diçka e cila duhet të largohet totalisht nga jeta e fëmijës sepse bën bllokimin e zhvillimit të trurit të tyre, edhe bën bllokimin e marrjeve të informacioneve apo stimujve nga jashtë. E shohim që me një telefon në atë mënyrën ta mashtroj për me hangër bukë ose për me bo një aktivitet ndryshëm, gjithmonë është tableti si arsye se jepja një telefon ose mund të mu rehatu fëmija. Po sa duhet një fëmijë me qëndru në ekran, sa është mundshme ai me ndajt para një ekrani? Një fëmijë i cili është në moshën e zhvillimit të tij 0 deri në 3 vite as 1 minutë para ekraneve. Nuk duhet të qëndroj fare para ekraneve, s'është koha adekuate kur fëmia vetë është duke e bërë zhvillimin e tij. Me kalimin e kohës mund të rritet koha para ekraneve, edhe pse nuk preferohet ekspozimi të paktën deri në moshën 6 vjeçare fare, po me kalimin e kohës mund të jetë një periudhë gjysmë ore përpara ekraneve. Mbi 6 vjet. Nëse i ka 0 deri në 3 vjet, në asnjë mënyrë para ekraneve, sepse fëmia mund të dekoncentrohet në fakt, mund të mashtrohet në atë mënyrë, po do ta ketë vështirë pastaj të koncentrohet në gjëra ku në të vërtetë i duhet koncentrimi dhe fokusi i tij në jetën e përditshme.